Një aparaturë e re prognoz sinjalizimi është instaluar në një pemtore në fshatin Dvoran, një nga më potencialet e prodhimit të frutit të mollës. Kjo aparaturë ofron lehtësi për diagnostikimin e rrezikut nga sëmundjet, ndërkohë që shërben dhe për reduktimin e shërbimeve në pemtore. Aparatura është monitoruar dhe do filloj funksioni saj brenda disa ditëve. Bëjnë parashikimin e trajtimeve kimike për një periudhë 2 vjeçare, në varësi të llogaritjes së 2 parametrave temperaturë dhe lagështi, dhe ne hapim në kohë të dhënat orientuese që ne të trajtojmë paraprakisht në pemtore dhe ta kemi situatën nën kontroll për sa i përket infeksioneve të mundshme dhe të rritim efektivitetin e trajtimeve kimike, se mund të bëjmë shumë trajtime, por sa të efektshme do jenë ato në mbrojtjen dhe në pastërtinë e frutit nga infeksionet në këtë periudhë. Specialisti shpjegon se këto aparatura kanë një rrezë veprimi të gjerë, ndaj u vjen në ndihmë një numri të konsiderueshëm fermerësh. Këto stacione mbulojnë një sipërfaqe të konsiderueshme, rreth 5 km në vijë ajrore. Prandaj ne kemi vendosur në fshatrat potenciale në mënyrë që të mbulojnë disa zona dhe jo më kot kemi vendosur në Dvoran, në Zvirin dhe në Progën në mënyrë që të kap gjithë sipërfaqen me mollë. Janë 4 qendra të prognoz sinjalizimit në pikat potenciale të prodhimit të mollës, në fshatrat Mollaj, Zvirin, Progër, si dhe tek ambientet e Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor në Korçë.